Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecën rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun e lartësuar për nimetet e panumërta dhe të vazhdueshme që po na jep edhe po i gëzojmë dhe njëkohësisht e pranojmë para madhërisë së tij se nuk jemi falendërues të denjë edhe përkundër mirësive të shumta. Mirë po Allahu i lartësuar është mëshirues dhe nuk ka kërku prej robit me falendëru Allahun ashtu që meriton Allahu, se s'ka rob që mundet me falendëru Allahun e madhërisëm ashtu që e meriton. Mirë po na duhet me ia dhënë falenderimet, madhërimet kulmore sipas mundësive tona. Mirë, jemi me dersin e 8 në vazhden e derseve dhe ligjërata që jemi duke folur rreth ndërtimit personalitetit të muslimanit. Tema të rëndësishme, çështje të rëndësishme sepse ka të bëj me fetarinë e besimtarit, ka të bëj me ecjen e tij në këtë botë, po ka të bëj edhe me të ardhmen e tij në botën tjetër. Sepse sipas ndërtimit, edhe sipas investimit që e bën këtë botë ai në veten e tij, çashtu edhe ka vlerë tek Allahu dhe çashtu llogaritet, edhe çashtu do ta merr shpërblimin. Ndërsa sonte, me lejen e Allahut të lartësuar, do të flasim rreth rëndësisë së shokut, jo shoqërisë, po shokut, se shoku është më i ngushtë se shoqëria. Shoqëria përfshin shumë elemente, ndërsa shoku është ai që rremetot. E do të shohim se cili është ndikimi i shokut, a mundet muslimani me jetu pa shok, a duhet patjetër me bo shok, kënd duhet me bo shok, derisa çfarë mos e duhet me shoqëru, e kështu me radhë. Fillimisht, në gjuhën shqipe nuk kemi shumë shprehje të cilat flasin, shumë sinonime të cilat flasin për një çështje të caktuar. Për shembull, është rasti rrallë ku mundesh me gjetë një gjësend në gjuhën shqipe që i ka 3 ose 4 sinonime. Ndërsa në arabisht mundesh me gjetë plot shprehje që i kanë 3, 40, 50, 60, 200, 5000 e kështu me radhë. Dhe gjithashtu edhe shoqëria, varësisht sa je afërt me shokun, varësisht se e konsideron, varësisht sa i dhon hapësirë në zemër, e ka dhe emërtimin e vet. Dhe për ata në bazë të emërtimit që e ka bë gjuha arabe shokut, e merr vesh se ku është ai shoktit me tyje. Mos sa është shok, sa ki besën ta, sa merr prej tina, sa i afërt tina. Janë disa shkallë të shoqërisë, janë disa emërtime, mirë po, ajo është temë e gjanë dhe ndoshta nuk është që i kontribon shumë asoj që dojmë me thonë sonte. Mirë po, unë i kam përzgjedh 3 shprehje të cilat janë të njohura, të cilat i përdorin shoqëria, po janë të përdorura edhe nëpër hadithe edhe ajete. Shprehja e parë është sahib. Prej kësaj fjale ka ardhur emri sahabe. Kush janë sahabët? Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj është shprehja tjetër që është sadiq, që i vjen rrjedh prej fjalës sidq, që do të thotë sinqeritet. Dhe shprehja tjetër që e ka përdorur gjithashtu Allahu në Kur'an është halal, khalil. واتخذ الله إبراهيم خليلا الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين. Thot Allah, do t'i shohim këto në vazhdim. Allahu thot se Allahu e ka marrë për halal Ibrahimin alayhi salam, që do thot se s'ka dostllak, nuk ka jarani më të fortë se sa me qenë khalil, khalilullah. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, sikur ta kisha marrë dikan, ta kisha bë halal, shok të shpirtit edhe të zemrës që ja jep krejt dashnin, prej njerëzve e kisha marrë Abu Bekr. Të shkon dikush që ish leju mja dhonë që të dashni edhe që të shoqni, ja kisha dhonë Abu Bekrit për njerëzve. Mirë po, shoku juaj, tash pejgamberi alayhi salam po thotë, shoku juaj është Khalilullah. Do thonë këto ja ku von Allahut. Edhe ai më ka afruar dhe më ka bë Khalil. E Khalil është shkalla më e lartë e dashnisë dhe shoqënisë. S'ka më mbi to s'ka diçka. E për ata dietarët e përmendin se kjo është shkallë që i jepet vetëm Allahut të lartësuar. Sepse nëse i jepet njerit kjo shkalla më e lartë e dashnisë, atëherë ku dashnia për Allahun? Do mos më kon borës me ndonjë dashni tjetër. Do të mbëshin mbi çdo dashuri. Dashuria ndaj Allahut të lartësuar.
E këto tre emra që i përmena une, sahib do të thotë shoqërues, ai që rrin këtë gatë me tyje, po nuk është patjetër që të dën. S'është patjetër me dash, mirë po, më rëndësi është rrin. Këtë gjatë me tyje dhe të rrin me ta, këtë gjatë shkoni, hyni, vini, rrini, punoni, e kështu më radhë. Ndërsa Sadiq është shoku i sinqert. Unë që e do me sinqert, edhe Halil e morën vesh se çka është. Është interesant që Allahu në Kur'an e ka quajtur gruan sahibe, shoqe. A do të thotë kjo që nuk është patjetër gruaja që don ose e don, po patjetër është me nejt me ta? Ka interpretime për këtë meselë, sepse Allah i ka thonë sahibe, gruas, shoqe. Mirë, këto janë tre emrat të cilat mas tepër më janë përmend në ajete dhe në hadithe. Po edhe në shqip, përveç shokut është edhe fjala jaran, që pak përdoret tëna. Tëna bile e ka marrë një kuptim tjetër fjala jaran, o t'jaran. Dhe kur i thot dikujt pa njohur, o t'jaran. Kur është vështirë, ndërsa përpara kur i kanë thonë e kam jaran filani, do të thonë kam shok të zemrës. Këta nuk fjalore çani. Jaran është shoku i zemrës që e kanë përdorur më herët. Sot i thuhet jaran. O ti filan, dhe një njeri që se njeh dhe nuk ke shumë interesim për to, i thuhet jaran. O ti jaran. Mirë. Pastaj kalojmë te një çështje tjetër që është më rëndësi, a mundet muslimani me zhvillu jetën pa shok vetë? Çka më mendja? A mundet as mundet? Sociologjia, shkenca e sociologjisë ose sociologët thonë që nuk mundet njeriu me funksionu normal në jetën e tij plotësisht që duhet pa pas shok. S'ka domun, sepse e lyp me pas dikant shok edhe me pas dikant qësoj kategorie, sepse njeri ka prind, ka grue, ka fëmijë, ka vëlla, mirë po i duhet edhe një kategori që quhet shok. Edhe për ata domethënë tjetër relacion edhe tjetër mohabet edhe biseda zhvillon me shokun, tjetër me vëllain, tjetër me gruan, tjetër me fëmijë, tjetër me nanën edhe me babën. Dhe shoku, thënë sociologët, i duhet për një zhvillim të balancuar shpirtëror. Ai që s'ka shok hiç, domethënë ai nuk e ka të balancuar me anën shpirtërore të brendshme ose anën psiqike. Edhe për ata njerëzit tani kur dikush kur rrin vetë s'ka shok, të çuj bëj pa shok. Lebe sa i s'ka asnjë shok, kërkan s'ka shok. Po çka s'ka mujt me vodi kanë shok. S'mundet me jetu me dikonin. E që njeriu duhet me jetu me dikonin. Ndërsa nëse i kthehemi anës fetare, a mundet me jetu muslimani pa pas shok? Mundet, ai ta bën çish mos. Mirë po, Allahu i lartësuar ka tregu se pejgamberëve ju ka bë shok. Idh qala al-hawariyun, kur havarionët, shokët në këtë rast është, kur shokët i thanë Isait alayhis salam, shokët e Isait i thanë Isait, do më ka bë shok Allah. As ka qenë fes, as ka pas faras, familjes, as vllaznia, as kurrë, më po i ka pas shok. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë antum ashabi. Kur një ditë thotë wadidtu law annani ra'aytu ikhwani, jam përmallum, kam marrë po vllaznitë e mi. Shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, alesna ikhwana, ka jemi vllaznitë tu. Unë jemi vllaznitë fes. Thotë jo, jeni shok të mi. Në pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka thënë shok, që do të thotë se në këtë rast këta i kanë ngritë më tepër se sa vllaznitë. Sepse sahabët i ka dhe vllazni, po dhe i ka shok, ndërsa neve na ka vetëm vllazni, nuk na ka shok. Pse se kemi pas këtë privilegj që Allahu më na kriju në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, e më kon shok tina. Po më mirë se ka kriju. S'ka dyshim që është më mirë, se ku më di çfarë betejë kështu. Ku më ditë çfarë betejë edhe çysh është misil me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sot po rrohim gjyks pak më lehtë, edhe trumbetojmë pak më lehtë se unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, unë e du sunetin e tij. Kto e let mi thon sot. Mi po ta kishmi pas gjallë pejgamberin alaihi salatu wasallam. Sot ku është suneti pejgamberit alaihi salatu wasallam në jetën tonë? Ose e dëgjon një fjalë ka porosit pejgamberi alayhis salam. Ky është suneti pejgamberit alayhis salam. Mirë, çes me anash edhe vazhdojmë jetën tonë. Mirë, tek kemi pas përpara pejgamberin alayhis salam, domethënë bënë çto është mirë. Çka kemi bë? Ja kemi bë demela dhe kemi lan, ja kemi pas çare, pa e bë. E kështu që si duket këta brezat që jemi na, po tham si duket se kjo është e sigurt, nuk kemi qenë adekuat. As nuk kemi qenë përgatitur me jetu me një pejgamber sallallahu alaihi wasallam, i cili kur të na thot bëne çeto, u kry mos pyesim anëna do të me bazë duhet. A o patjetër as o patjetër.
Sa herë thirrë me hoxhën në telefon. O çka? Po au patjetër. A bash patjetër on 7. Mirë, nëse e lën, on 7-8 herë të vet se është interesuar se bu. Derisa ti thosh mo çoti ndash leje, po ti je gjunaçar se kjo është farsë. E për ata Allahu i lartësuar ka zgjedh këta njerëz që me qenë shok pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe Allahu thot huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. I thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, Allahu të ka ndihmu ty e me ndihmë prej tina, se Allah e ka ndihmu pejgamberin alayhi salatu wasallam, po të ka ndihmu edhe muslimanët ata që i ke shok. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot shokut të vet Ebu Bekrit, shumë Kur'an ka ardhur, i thot shokut të vet Ebu Bekrit, mos ke frikë, se Allah është me neve. Do të thonë shok në këtë rast ka thonë Ebu Bekrit që nuk ka pas dikush mundësi me ndihmu ma tepër, mu ju gjind ma tepër pejgamberit alayhi salatu wasallam, me fliu ma tepër për pejgamberin alayhi salatu wasallam, për to si njeri, si pejgamber edhe për islamin. S'ka pas njeri, edhe s'përsëritet Ebu Bekri është i papërsëritur. E Allah po i thotë sahibi. Idh yaqulu li sahibihi, kur i thonë të shokut vet, do të thotë në këtë rast Allahu po e përmend. Edhe sa herë ka përmend shokët e tij dhe besimtarët që kanë jetuar me pejgamberin alayhi salatu wasallam, i ka përmend në kontekst të lavdërimit tyre. Edhe në kontekst pozitiv, që Allahu i ka bërë shok pejgamberit. Nëse njerëzit më të mirë, më të dashur të Allahut të lartësuar, pas kanë pas nevojë për shoqëni, pas kanë pas nevojë për shok, me nejt me ta, edhe me jetu me ta, me bo davet me ta, me punu me ta, atëherë njeriu i thjesht. Kur pejgamberët janë të mbështetur dhe të përkrohen direkt prej Allahut, me shpallje, me ndihmë prej Allahut, ndihmë e veçantë që është për pejgamberët, pas kanë pas nevojë për shok. E unë t'ja kemi nevojë. Mirë po, duhet me ditë se qysh me bo shokun, derisa me bo shokun, që mos më na dëmtu pastaj. Gjithashtu është shumë rëndësi që në shoqëri, masi që shoku që ka patjetër. Bele në ditën e gjykimit, pejgamberi alayhi salatu wasallam po i përmend se ka marrë një pejgamber që me një turm të madh besimtar, ka marrë një pejgamber me një grup të vogël me 10, ka marrë një pejgamber me 2, ka marrë një pejgamber me 1, ka marrë një pejgamber që s'ka asnjë shok. Mirë, ka përmend këto, dietarët në kjo s'është emet. As nuk është që ky pejgamberi Allah duke ka kryer misionin, mirë po s'ka përgjigj kërkosh. Domethënë mirë po çka, sikur po përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam që pejgamberët s'ka pas shok. Sepse mos e pas shok është një mungesë në jetën e njerëzit, edhe në jetën e pejgamberit të dëgumit të Allahut. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam ka marrë një pejgamber që s'ka asnjë shok. Mirë, e tash shoqëria do më pas shok është patjetër. Tash ai bën 1, 2, 10, 20. Ajo është mohabet tjetër. Mirë, po pa pas shok është e pamundur. Ose është domosdoshme që shtojnë sociologët, atëherë duhet me pas shoqëri të balancuar. Mirë, po s'patëm shoqëri balancuar, po hynëm shoqëri pa ushall, pa rregulla, pa limite, pa dispozita, atëherë kjo shoqëri në vend që më na u bën neve nimet dhe begati për Allahut, na bëhet fatkeqësi. Do të ta shohim më vonë se çysh ndodh më u kthy në fatkeqësisht. Duke qenë se shoku ndikohet prej shokut. Bela arabisht është një fjalë e njohur, thënë as-sahibu sahib. Shoku është si magneti. S'ki çare pa ndiku prej tij. Nuk i çare. A është e njohur fjala e popullit që thotë kallëzimi shokut, kallëzoj kushie. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam, si duket kjo fjalë është prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasallam, se në hadith të sakt ka ardhur thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam al-mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e halilit vet, shokut vet që e ka të zemrës. Atëherë çka më bë? S'po thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam mos bëni shok, mos rrini me shok. Mi po thotë shikoni mirë se kanë po e bëni shok. Shok duhet, ama me pas kujdes se kanë po e bëni shok. Domthon çka? Edhe vetit, edhe cilësitë më të larta në ndërtimin e karakterit njeriut, po i marr ka njeri, edhe muslimani këtë rast për shokit vet, edhe po ndikoj ka për shokit vet. Andaj çka? Do të pas kujdes. Do të më pas kujdes se çka po investojnë. Une në trupin tem. Edhe në çka po e ngriti karakterin dhe personalitetin tem. Do të filoni, a meriton unë me i marr vetit e tij, atributet e tij edhe me i fut e vetja ime, apo nuk meriton. Kjo do të thonë është qëllimi i hadithit që le të ketë kujdes se cili për juve se kanë bën shok. Çfarë shoku merr? Pastaj
Domthon, duke pas parasysh që shoku merr prej shokut, edhe ndikohet nështë edhe pa e vërejtë. Shoku prej shokut ndikohet sikurse ai prindi që e ka fëmijën para syve për çdo ditë. Kur vjen dikush mysafir dhe e sheh domthon çdo 2-3 muaj ose gjys vit ose një vjet, thotë ka shumë të mos ka rrit djali. Këtë jo, se ka para syve për çdo ditë. Nuk e vren ai u rrit, por ky se vren. Edhe shoku nuk e vren ndikimin e tij. Mirë, po ai që s'ka po 3-4 muaj, edhe di që ditë nejt me filanit, thotë keti pas ke marrë vetit e filanit. Ket me fjalë të filanit i të fol. Ket sikur ai të u gëtumo. Jo, më çfarë? Po. Mirë, po na nuk e vrejmë. Pse? Sepse gradualisht prej shokut marrëm, sidomos shokun të cilin e kemi të afërt në zemër, edhe e dojmë, patjetër se kemi me marrë vetit e tij. Edhe kemi mund xhiros me ngjyrimin që e ka ai. E tash çfarë ngjyrimi ka ai, kemi marrë edhe na. Sikurse është e njohur ajo fjala e urtë që shoku për shokun është pasqyrë. Më ndash me pa vetën si në kur në pasqyrë kështë e shokun. Për arsye se mos me qeni afërt me vetit, sjelljet, karakterin e shokut, s'rrin me ta në gjën një tjetër. E pejgamberi alayhi salatu wasallam duke qenë se shoku prej shokut ndikohet, po e tregon me një hadith tjetër që thot el arwahu junudun mujannada. Shpirtat që i baftim në trup i ngjajnë aradhave të ushtrisë, aradhave sof. Fama ta'arafa minha i'talaf. Kur ato njihen me zvete, pajtohen, përputhen edhe rrin bashk. Edhe pranojnë njëri tjetrin në shoqëri. Mirë, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ndërsa kur nuk e njohin njëri tjetrin, s'përputhen edhe largohen rrin larg njëri. Mirë, çuçi e njohin shpirtin njëri tjetrin? Nuk e di janë ka me shpjegua jo. E përmendin dietarët që kur Allah azza wa jalla ka krijuar Ademin alayhis salam dhe i ka nxjerr shpirtat pe shpinës tij, edhe i ka qit para vetës, gjitha shpirtat. E ato shpirtat që janë njoftuar njëri me tjetrin, nëse e kanë kohën e njëjtë me jetun këtë botë, pastaj kur t'i qetë Allahun këtë botë e njohin njëri tjetrin. Edhe e shet dikan për herë të parë, me shton sikur me pas nejt dhe ku me ditë sa. A duket? Ndërsa me atjetin të nejt vazhdimisht hiç s'u përpull hiç. Ai ndjell ti të shmojt. Ai përpara ti përmas, ai kënej ti kënej. Pse? Po për arsye se tenaker. Shpirtat nuk janë njoft. Nuk e kanë pranuar njëri tjetrin në ezel, që i thuhet para se me i kriju Allahu trupat, edhe për ata nuk po e pranojnë njëri tjetrin shoqni, përderisa ata që janë njoftuar në kohën e ezelit, ata e pranojnë njëri tjetrin shumë lehtë. Edhe që ka e bone be shok të filonit me saj, që sa jam të nejtën me to se me baj shok, ai 2 neja i ka bo me to, okri. Hin dalin bashkë. Pse? Për arsye se shpirtat janë afro dhe janë pajtu njëri me tjetër. Mirë, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kur shpirti e pranon një shpirt tjetër, ka më ndiku për tina. Edhe ose ka më ndiku te ai. Tash na jemi ose ndikus ose ndikum, ose kena më marr veti prej atij që jemi të nejt me to, ose kena më i dhënë. E tash varet se cili e ka karakterin më të fortë dhe cili ndikon më tej. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot shembulli i shokut të mirë. Po e ka pru një fjalë xhelis. Xhelis do të thonë kur rrin ul me xhelis, do të thonë kur rrin me dikonin. Do të thonë rrin edhe neja ti bën me to. Jo vetëm në mohabetet e punës, sepse shoqëria është disa lloje mirë, po kur i bën nejat me to dhe rrin me to, thotë shembulli i shokut, që ti shokut të mirë, është sikurse shembulli i atij që shet misk. Ja ka më të qitë misk, më parfum. Ja kime ble për tina, janë në fond, heq mëse po më ftasnjonën, kur dash për ti kime dalë me jerë pak. Për arsye se je parfumus me aromën që është përhap aty në vendin ku e shet ai parfum. Kjo është shembulli i shokut mirë. Domthon pejgamberi alayhi salatu wasallam po do të më thonë që shokun e mirë s'ki çare pa marrë diçka prej tina. Kur gjo mos marrësh, ka më të pëlqy sjellja e tij, ka më të pëlqy fjala e tij, ka më të pëlqy karakteri i tij. Edhe sa njerëz thonë kam qef më bëj si filan. Ose kur i thuje je si filan, kam qef më bëj si ai, po s'u bona. Von çka? Është shok i mirë, po halos ka arrit me marr prej tij, mund diku prej tij. Pastaj thotë shembulli i shokit të keq është sikur se shembulli i farkatarit. Tash farkatori nuk ka i keq tash. Hon dikush do u ka zanot i keq farkator. Jo, domethënë pejgamberi alayhis salam po e përngjon shembullin veç, por ndryshe plot farkator mund me qenë më musliman të mirë, më të devotshëm se sa ata që shisin parfum. Amo po e krahason zanotin si zanot, jo njerin. Thotë sikur se shembulli i farkatarit, që kur ç'është i farkatari, ja ka më të ksy goca, që është të edhe zjarmin, në me t'i djek teshat, ja kur gjo mos ndodh, heq kur dalsh për aty të kime dal erë tymit. Sa herë në ndodh neve, kur rrim në për neja dhe ambiente ku pijet dohani. Mos të prejket dohan qitë. Po në prejkëshim, inshallah që prejkë.
Kur të shkojmë të shtëpia ose kur të rrim me njerëz se pin duhanin, a ke pi duhan, a? Ja, po këtë era duhan të ke mush. Po çka duhan gjithë ne kanë lënë erën. Nuk do thotë kemës me nejt me duhan gjithë. Me nejt me tallë me kallëzu që do të me lënë duhanin, po kryesoria apo po na i lënë erën. E çështë është shembulli i farkatarit. Ja na i djeg teshat, ja kur dolmi farkatarit kemi me dal me erë të tymit, me erë të asoj punës që e banat. Çfarë do thotë kjo? Do të thonë që shokun e keq. Shoku që nuk është në rrugë të drejtë, nuk ka karakter të ndërtuar, të shëndosh. Kime marë prej ti pa tjetër. Kime marë. Kur gjo mos marrësh, kime marë aromën e ti, sjelljen e ti, arrogancën e ti, stilin e ti, dukjen e ti e kështu me radhë. Kështu do më thonë, po e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndikimin e shokut mirë dhe shokut keq, shumë shembull praktik, apo. Sikur se parfumi dhe sikur se era e tymit tek farkatari. Mirë. Atëherë muslimani, ne jo po na intereson për muslimanin këtë rast. Karshi shokut vet është dy lloje. Ose ndikues ose indikum. Të thonë hiç s'mundet me ndiku te shoku i vet. Veç ka merr prej tina. Ose është e kundërta. Ky ndikon. Ka karakter më të fortë. Edhe është më dominues edhe çka ndikon tek shoku dhe shoku i merr cilësinë. Nëse është ky i dyti që ndikon tek tjetri, nuk prish fund me nejt edhe me njerëz që nuk janë fort drejt. Drejtum është fjala në rrugë drejt. Pse? Sepse përderisa ti je ndikues, kimi ndikuar të ta. Ose kanë më uzu, ose kanë më largu prej tesës, ose ne përballojnë stilin e jetës që e bën ti. Mirë, po nëse je ndikuar, nëse ndikuar është lehtë, këtu duhet të pas shumë kujdes. Pra shih se kush të vjen shëshni, kush të afrohet, ka me lënë diçka te ti. Çfarë do të molli që e ka me lënë te ti? A ka mall të mykt, a ka mall të mirë, a ka ori, a ka helm, a çka ka me lënë te ti? S'ki qare pa morë betina për arsye se ti e ndikum. E këtu du me pas shumë kujdes. Këtu nuk i lejohet muslimanit i cili nuk mundet me ndiku të tjetri, edhe ndikuhet me tjetrit, nuk i lejohet me i shoqëru njerëzit e devijum. As njerëzit, as shokun që i cili nuk është i mirë. S'lejohet. Po valla une i foli këtina jam të i bo da vete, gati ka mu falë, mirë, gati ka mu falë, te i sa talosh namazin edhe ti. Dëdhë kjo. Ndodh edhe ke. E kështu që nëse është i pari me karakter të fortë edhe ndikues ose dominues, atëherë nuk prish fund ke kush ke shoku i tina. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam me tona shtresat e njerëzve kanë nejt. Mirë, a gjojmë diçka prej cilësive të njerëzve tek pejgamberi alayhi salatu wassalam? S'gjojmë. Ka pos tirani, ka pos mizori, ka pos zullum, ka pos fjalë të ndyta, ka pos sjellje jo etike, a i gjojmë këtë të pejgamberi alayhi salatu wassalam? Jo, pse ka nejt me ta? Po varsisht se cili sa e ka kërkuar nevoja. Mirë, po nuk ka marrë për ty. Ndërsa të tjerë kanë marrë për ti pa. Ka ardhur një Omer, i cili është shkon i devijum, edhe është drejtuar dhe i ka marrë mësimet edhe vetitë cilësitë e pejgamberit alayhi salatu. Ka ardhur Amr ibn Asi, i ka marrë. Ka ardhur Khalid ibn al-Walid, ka ardhur Ebu Sufjani, ka çdo kush që ka ardhur pejgamberi alayhi salatu i ka marrë cilësitë e tina. Edhe kanë ka marrë cilësitë. Ndërsa pejgamberi çka nuk ka marrë cilësitë askujt. Edhe pse normal që pejgamberi është pejgamber me karakter shumë të fortë, plus i mbështetur për Allahut të lartësuar, mirë po edhe njeriu i cili ka karakter të fortë edhe ndikon te tjetri nuk është problem, këndo që e ka përpara për shkak. Ama edhe s'mundet me i fol kur ai bën keq ose bën harame. Edhe nuk mundet me i thonë hajde se kuha namazit. Edhe rrin me ta vazhdimisht kur do më janisti ai mu falësh. Kur do më drejtoti atë. Derisa një ditë ta lëni namazin edhe ti edhe të bëhej bashkë, se s'po më shok, po më pa lidhje me lon vet. Edhe kadale e sheh që i ka marrë vetit ati. E këtu duhet me pas shumë kujdes sepse këtu nuk lirohet i përgjithësisë. Domthon vallai kom nejt me filanin, po s'kom mujt me rezistuar. Ja, kjo s'është arsye te Allah. Pse s'e ke lon filanin? Pse s'e ke lon filanin? A kishe nejt me dikan që ta vjedh pasunin, ti vjedh parët prej xhepit, edhe e din që ato ti vjedh, a kishe nejt me ta? Jo. Dikush i cili don me hinë në shtëpi me ta thyj shtëpinë, dikush s'kishte nejt mirë. Po sigurisht ky është të dosh me ta vjedh diçka dhe më të çmueshme se krejt dynjaja, ajo është ahireti. Kjo të dosh me ta vjedh ahiretin edhe vëllon porrimet ose gjuna po vjen me lon. Jo, gjuna është për ty. Ti le të vjen gjuna për veten tonë se mundesh me hub ahiretin përmes këtyre shërbëve. So njerëz s'mujnë mu falë për shkak të shoqënisë. Kemi dëgju, vallai do më fal, po se kam pi shoqënisë që kanë. Shoqën rreth temin kërkosh falet. Po kur do më dol për aty rrethët? Kur do më dol për asaj shoqënie?
Pastaj rrethja është arsye. Ose ai tjetri thotë vallahi unë kisha lënë për alkoolin, po unë këtë shoqënia, ka të shkojnë çto i kam. Po ndroje më se son këtë dyjoja alkooli gjarë. Nuk është këtë dyjoja që s'hin xhamin kur. Nuk është këtë dyjoja zinaçar. Ka plot tjerë ndroje. Mirë po ai mendon që këtë dyjoja sillet edhe 5 shokëve që i ka ose 6. Edhe vallahi në shahim o fal, po kosh vjen për shokët më keshin më sana. Po çata që të keshin çështu ti do të më largu për ty. Kjo obligim mu largu për tyne, sepse ata janë të ta hup ahiretin tënë, janë të ta hup të ardhmen tëne, janë të ngolfat në dunjë dhe në ahiret. E sa njeri së njëren alkoholin, vallojnë kesë, shëshnija jem, ketë rrejdhe jem, pinë, qështonë, veç unë mu do të mu do mëre, do të mu do. Ose i tjetër në sunhin gjami se ta një më keshin shëshnija ketë, ose vjen falet si tinza, si ka të zënë kërkujna që falet, pse se ta një më keshin. Kjo ka gjëna, haram e ka me nejtë me këtë qëshni. Për arsye se këte janë pengesë në rrugën e Allahut të lartësuar. Nëse s'mundet me hek vetë, atëherë duhet me ikë për kësaj pengesë. E shumë shembuj tjerë mundemi me marrë. Sa motra muslimane do më mbulu, po se kanë rreth kërkanin, shoqet s'u mbështesin për krahin kërkush. Bon më ki 20 vjet falet çështë namazin, alhamdulillah që falet mirë, po 20 vjet nuk ka mujt me bind veten që më mbulu, ose nuk ka mujt me bind veten se shokët edhe shoqënia nuk duhet më opërzi asaj jetën fetare. Sidomos nëse janë pengesë. Edhe pastaj thotë kam gjëna në qërrim me këta, ose unë jam tynet më bo davet, po çfarë daveti i ju? Çfarë islamit jam mësua ty? Ata janë të gjëvesh prej islamit, janë të t'i hek vetit e islamit një nga një, edhe si ti vrejt. E kështë, do më hanë ajo majeronë që është se s'ka arsye për Allahot për asë njënë për këtyne. Marë që do me thonë vallone, kësë që është një kom po shto Allah, qysh më falun e kur së më ka bështeta, së më ka përkra. Se me pas nisë kështu me këtë mentalitet pejgamberi alayhi sallam i çdosh në ditën e parë me lëndë. Mos me thirrë kanë besim. Sepse mi xhallarët e vet, të afërmit e vet i kanë thonë, për shtona këthira, mje u shkat rrafsh, ose deksh, së besojmë kur. Edhe u kryes po besojnë edhe. I çdosh me lëndë pejgamberi alayhi sallam. Me pa që një rrugën e pejgamberit alayhi sallam, ai nuk i lën vërtetë, nuk i lën islamin, nuk i lën obligimet që i ka fetare, po i lën çata që e pengojnë ndaj tyne, obligimet dhe tyne detyrave. Mirë. Njeriu i sheh hajrt ose sherr shokut vetë edhe në dunjën e ahiret, këto ka me qindra argumente që flasin për to. Unë do t'i përmend disa si shembuj, por me pas parasysh rrezikun e shokut të keq ose rrezikun se kanë po e bëjmë shok. Besoj që shumica për juve, nëse jo të gjithë, keni dëgjuar për personin që i ka vrarë 99 njerëz. Përsa në vrasje për to është kanë sikur kur e largon një pengesë për një guri për u ose shty, çka shkon. 99 me i vron. Pastaj ky person don më u pendu, lyp dikan që e ndihmon pendim edhe i thonë që filani që është ibadetxhi namazli në xhamis del për xhamis të fal mirë, po dije heçkën edhe i thot a ka pendim për mua i kum vron 99. Thot ti 99 i ke vrarë do me hin xhenet unë marrova të fal edhe sum po hin, ja s'mër poshtë në zot. O çështu para forcësh, sa dithi son bash ashtu po unë po tha me fjalë mia. Edhe ky e bën mend vetë me vetë thot, "Ma keq se s'po baj ka." Atë vroj ashtu. Ose pse vrosi është shumë e lehtë kon për ta. Te vroj ashtu. Edhe i bën 100. Kur shkon te një alem, i cili ka pas dije, thot a ka pendim për mua, mirë po i kallzon para parkish se i kumvroj 99, e tani i kumvroj edhe njërin që shtu më ka thënë. Mirë po kë nuk e bën pitutës përgjigjen. Po i thot po më çish s'ka pendim. Ka pendim, ktheu tek Allahu i lartësuar, kërkoj falje për to që ke bën, mos e vepro më, Allahu fal. Mirë. Te çto e dim tërgimin gjithë apo? Po është një element këtu që pak del në shesh. Edhe pak vërehet. Ose pak shpjegohet. Për xhallar ajo është se ky njeri i mëçi më ka thonë ti duhet me bëj hijret pi atij vendit ku je, mu largu pi atij vendit. Pse ja ka thonë këtë? Për arsye se ai ka kuptuar se shoqënia që e ka pas e ka ndihmuar mi bë këto krime. Sepse ai të kish pas shok që duhet, të kish pas jarona që i thonë mos e bën këto, ai kish bën 1, 2, 3, po se kishin lënë me bë më shumë. E shoku i mirë nuk le me gabu. E ti i thot dikujt shok edhe në sytë e tij 100 herë ke bot njëtin gabim, ai s'është shok. Ajo është armiku më i madh. Edhe nëse 90 bën be që unë jam shok edhe ta du të mirë. E këta kjo shoqënia e kalon këtë njeri me i vrarë 99 vet. 99 shpirtë i ka marrë. Ka bën 99 vrasje.
edhe ky dietari i thotë ti duhet urgjent mu largu prej atij vendi. S'mo më krimon atë vend. Sepse kthehesh pa apet ndihmojnë, do të ndihmojnë kremata. Edhe kthehesh apet në krem. Kjo është shembull shumë praktik se qysh njeriu i sheh sherr edhe dëmtohet prej shoqënisë të keqe. Mirë, për ata shoku i cili hesht ndaj gabimeve tona, më shet u gabu. Edhe hesht, edhe e di që jam të gabu. Ky ose është ignorant, edhe si vlerëson situatat, edhe nuk e vlerëson farë rreziku jam une, ose nuk është shok. S'na i do të mirën, është armik, edhe po na lën me gabu neve. Gabosat, lomit. Shumë mirje, ti je më i forti, ti s'u t'afrohet kërkush, ti je bosi, ti a kret këtu, ai ka bindje se gabim jam. E kjo ose është ignorant, ose është që s'ta dënë të mirën, edhe është rrezik për ty edhe armik i yt. E këto domethënë duhet me pas parasysh që shoku nuk duhet me hesh ndaj gabimeve të shokut. E du boll, e kam jaran, kam qef me pa mirë e krejt. Mirë po, kur e shoh gabim, prej dashnisë që e kam i tham s'bën çto me po. Ose kur e shoh që nuk është e bot mirë, i tham do të me bëj çto. E dashnia e fortë, por dikon që e kemi nuk duhet me na ndal neve prej këshillës. Ndaj ti, ose me pengu, ose me ndalu, nëse kemi mundësi, kur ai është gabim. Mirë, se i sheh sherr edhe në ahiret, shoku të keq, Allahu i lartësuar thot: "Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun." Në ditën e gjykimit thot që ta halilat, që ta që e kanë pos për shpirt njëri tjetrin, kanë më konë armik njëri tjetrit. Pos të devotshmit. Të devotshmit do janë ata të cilët nuk e kanë lënë shokun me gabu. Për ata, pejgamberi alayhi salatu ka qenë shumë strikt në këtë parim, në këtë rregull, që sa dush që i ka dosh shokët e vet, ata që i ka pas shumë të afërt, kur kanë gabu, s'ka hesh dhe gabimi i tij. Për ata Ebu Dherri çka i ka thonë? O Ebu Dherr, hala ki mbetjet xhahiletit, do të pastrupi tyne. Omerit radhiyallahu çka i ka thonë? Kur i ka pas atë fjalosjen me Abu Bekrin një herë që ka ndodhur, mos më dhënë shokun. Mund të ikon gabim Omerit, sikur do më thonë. Ti ikon gabim, mos më dhënë shokun tëm. E kështu që pejgamberi alayhi salatu nuk ka hesht ndaj gabimeve. E këta janë shok të cilët kanë hesht ndaj gabimeve të njëri tjetrit, ja kanë bërë rraf njëri tjetrit, e kanë livdu njëri tjetrin, e kanë qunë qill njëri tjetrin, edhe kur dalin ditën e gjykimit, edhe pse nuk i ka dalë vetëm se gjumin, ditën e gjykimit kanë me qenë armik njëri tjetrit. Kanë me qenë armik. Pastaj ajeti tjetër, personi i tillë që ka pas një shok i cili e kanë ndihmuar të këqija dhe nuk e kanë ndihmuar të mira, ka më thonë: "Ja lejtani lam attakhidh fulanan khalila." O, mos ta kisha pas filanin shok. Mos isha kon shok me filanin. Laqad adallani ani dhikr. Më ka deviju prej udhëzimit. S'm kalon në zem, s'm kalon në islam, s'm kalon në fetari, s'm kalon punë të mira. Kështu ditën e gjykimit do të thotë: "Mirë, po atëherë s'ka kthim mora." E kush e devijoi këta? Kush po e shtin këta me thonë: "O, mirë për mua." Mirë për mua shoku i vet pështet. Shoku i vet, të cilin e ka pas zemrës dhe ka menuar që e ka çast afër sa që nuk ka dikush tjetër që mundet më afro më tepër, ditën e gjykimit ka më thonë: "Mirë për mua." Çikim ka shtimë thonë mirë. Edhe më u lut kundër vetes. Pse? Për shkak të shokut. Pastaj më bë armik të njëri tjetrit. Ndërsa se i sheh hajër në këtë botë, ka shembuj të shumtë. Ata që qëndruan me pejgamberin alayhi salatu, ai pon hajër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Othmani pse e kishte Abu Bekrin shak në xahiliet, ai apo hojrin u bë musliman, për muslimanët të parë. Ai tjetri secili i apon hojrin njëri tjetrit, edhe mbajtën njëri tjetrin, e rojtën njëri tjetrin, e këshillon njëri tjetrin, nuk e lënë me gabu njëri tjetrin. Ndërsa në botën tjetër, pejgamberi alayhi salatu në hadith të gjatë e përmend se që kanë me kalu siratin besimtarët edhe gjunaqarët e kështu me radhë. Në fund thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot nuk ka dikush që i përgjërohet, i lutet Allahut më shumë se sa shoku muslimani për shokun e vetë musliman kur ta shen xhenem. Shoku që e ka pas shok të mirë dhe e ka dosh të mirë dhe më nuk gjithmonë për mirë, po ai ka merituar xhenemin me fund të vet, ose kanë vdek më herët, ose s'ka mujt me ndiku te ai, ose ka pas munafiqllëk apo e diçka, munafiqllëk në vepra është fjala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka munol kë te ti thon Allahu o Allah, o Allah, o Allah, o Allah, filani u fol me neve, filani ka xhru me neve, filani, deri sa ti thot Allahu shko nxjerrë filanin pe xhenemit.
Kush? Shoku shokun. Që prind nuk e bojnë këto për fëmijët. As fëmijët nuk e bojnë për prind. Mirë, po shoku e bën për shokun. Mirë, pse? Sepse shok i cili e ka dosht hakikat. Edhe ja sheh hajrin në botën tjetër. Edhe Allahu i thotë shkon nxjerrë prej xhenemit, pra që të shok që je fol me to, edhe ka gjëru me to dhe shkon nxjerr. Unë jam mëson Allahu me bosh shefot. E për ata Abdullah ibn Abbasi, po dhe tjerë dietar thonin në për derset e tyne, thoshin o njerëz, mundohu me boni që si shokë që në ditën e kiametit kur zgjon xhenet të lyp. Jo me hin në xhenet edhe më mshen. Mirë, po hin xhenet zgjon ty të lyp. Thotë o Allah, shoku jem, kushto Allah, shoku jem, o Allah, shoku jem. A e keni që si shokët? Te e keni që si shokë? Apo e keni që një shok që ta ban xhehenem këtë dynjë para se me ta bëj xhehenem botën tjetër? Edhe apet rrim me ta? Edhe apet jemi shok me ta? Edhe apet sun shkput me pitine? Atë shka jemi të dosh me ndërtuna? Ku jemi të dosh me më ringësht? Qfar karakteri jemi të dosh me ndërtu dhe me formu? Qfar muslimoni jemi të dosh me bokësht? Ne ka boj jetën xhehenem. Ajt folmit e ka xhehenem. Veprën e ka xhehenem. Sjelljen e ka xhehenem. Edhe ka ndikuar edhe në jetën tonë me na i bë xhehenem këtë botë, edhe prapë vazhdojmë me to. Përderisa në anën tjetër nuk hulumtojmë për një shok i cili më të vërtet na lip në ditën e gjykimit. Ku është filoni? S'peshohim në xhenet. O Allah, o Allah, o Allah. Ndoshta kemi pas nevojë për një qësi. Kemi pas nevojë për dikan të cilit Allahu i thotë shko për merr filonin shokun tënd. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadithin që e dini, ose gjithë 7 lloje të kategorive të njerëzve që do t'i futë Allahu në hijen e arshit të tij ditën e gjykimit. Njëri për këtyre kategorive cilët janë, thot 2 persona të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut. Çike i ka bashku, çike i ka ndonë. Domthonë dashuria për Allahun i ka bashku, dashuria për Allahun i ka ndonë. Këto i përfitojmë 2 dobi. Dobia e parë është se kur e don dikan për hir të Allahut hakikat, nuk ka mundësi mundo prej tina deri në vdekje. Veç vdekja e don. Edhe kemi kësi njerëz, kemi pas kësi modele. Po kemi pas shok, edhe nuk janë të ralla, po kokogje raste, edhe ka pas të kalumën, që shoku, filoni e konë shok, deri në vdekje nuk kanë do, edhe në vdekje ju ka dhimë, sikur se me pas babën e vetë. Këta e kanë doshë një tjetërin, pa interes, për hir të Allahut. Kjo e para, e dyta është, nuk ka mundësi më të ndonë diçka e dynjas me dikan që e donë për hir të Allahut. S'ka mundësi. Qaja që të ndonë me dikanin dije që qaja të ka bashku, edhe nëse thejme se e du për hir të Allahut. Mirë, po një ditë s'mu ka përgjithë, s'mu ka dhonë bërqë. Ose, jo mëjtë në rrugë, s'ma ka qelë telefon, nëse ashtu edhe mos se kam jaran ato jasë. Se ke dosh për hir të Allahut. Sepse me dosh për hir të Allahut, këto interesat e kësaj dënjoje nuk mujnë më të dohë me to. E për ata pejgamberi alayhi salatu po këta 2 burra të cilët e kanë dashur një tjetrin për hir të Allahut. Edhe kë i ka bashku, kë i ka ndodhur, si ndon diçka tjetër. Nëse i ndon diçka tjetër, atëherë dashnia nuk është për hir të Allahut. Edhe lidhja dhe vëllëzëllëku nuk është për hir të Allahut të lartësuar. Mirë. Pastaj a ka ndru sot shoqëria, forma e shokëve, a ka ndru sot? Ka ndru. Ka ndru edhe nga formati, po ka ndru edhe nga përmbajtja. O në forma e shoqërisë, ose formati i shoqërisë, po dhe përmbajtja. Sot kemi shumë shokë. Mirë po me veti, me qëta pse rrinë vëllaj, e ka qita një farë pike, një farë interesi, me qëta e lidhë diqka. Thonë jemi, qka e kemi bo një farë shoqërie që është shumë e breshtë, sikur e jo shpia, Marimongës që e ka thonë Allahu, ke bejtila në kebut, sikur se shpia e Marimongës. Thonë shumë e breshtë. Edhe shoqënia në ashtu është, në rreth ma i madhë, numër ma i madhë, po mirë po, përmbajtja është shumë e dëpt. Pse se në moment kër e krymë një punë që menon me realizu me to, atëherë o krymë, o mbarën shoqënia. Ndërsa, për nga forma, sot mund është me bo shok filonin pa e po kur. Sa shok t'i ki në Facebook? Sa shok t'i ki në Twitter, ose në platforma tjera, të rrjeteve sociale? O mos i cilë kemi një numër të madhë, nështë ta me mija, o për veti i kam 5.000 për shembull. Ata më llogaritën shok. Mirë po janë shok virtual, nuk janë shok fizik që rrimë të adhënë. Mirë po, a kam hak ndaj tyne, ose a muj mund diku për e tyne, muj mund diku. Sa e sa njeri
ka marrë modele, ka marrë stile, ka marrë fjalë për shokët Facebookut. Kur se ka po mirë po, është ndiku për një fjalë, e kish pas një postim shumë të fortë. Edhe e merr trak. Mirë, ai postim, a ka harame to? As ka harame. A bjen ndesh me rregullat e fesë, a bjen ndesh me rregullat e moralit. A prek në çështjet e besimit, as prek nuk ka shumë rëndësi, më pëlqej edhe e merr pastaj. Edhe ec me ta. E kish postu një foto, tash edhe unë një ngjajshme me ta. Që do të thotë se çka ndikohesh edhe me një shok që nuk e ke pa kurrë dhe banaki kurrë nuk e sheh. Mirë, po kjo është shok vetëm se përmes një formës tjetër, e forma virtuale, domthon përmes rrjeteve sociale ose mjeteve të komunikimit që janë sot. Mirë, në ditën e gjykimit a ke me dal shok me ta, as ke me dal. Përderisa ke nejtë me ta, përderisa ke bo biseda, e ke po që ka po poston, ke komuniku, i ke bo like, i ke komentu, kjo është shëshni. Kjo është shëshni, vetëm se se keni pa një tjetër. Kështu që kemi me dhonë përgjegjësia dhe për këtë shëshni në ditën e gjykimit. Edhe sot shumica e njerëzve, sidomos trive, trendet e njohura që po dalin, qoftë në veshje, qoftë në stilet të falënës, qoftë në stilet dukjes të flokëve kështu me radhë, prej kohët po na vinë. A bo trend, këtë Facebook jo maqësi. Në qka i kemi morë për shokëve, për njerëzve që asë se njuhëm, asë kur se kemi pa. Mirë, të ndërrunë vlosë. Pse e përmenda këta? Këto e përmenda për shkak një rreziku të madh. Ajo është se nëse ka mundësi me tarë rreziku prej shokët që e nje, rrinë me ta, janë nje familjen, janë nje historinë, nëse ka mundësi me tarë rrezik për tine, atëherë sa rrezik mundet me tarë për dikuj që nuk e nje? Rrezik shumë më i madh. Rrezik shumë më i madh, edhe pse ai nuk është me prezencë fizike të këtij, mirë, po është me prezencë mendore. Sepse fillon me mendu si ai, fillon me postu si ai, fillon me fol si ai, dikush fillon edhe me fyë dhe me shah pastaj si ai. Pse? Pse është trend. Facebook apo si ta thosh që ti dihet që kjo është e shame. Mi pse po përdor ti? Po këtë e përdori, domthonë këtë ata që i ke pati, çat shoshnin, domthonë postimet e tyre dhe shkrimet e tyre që kurse ke pata, ata kanë ndikuar te ti, halo pa orë dhe pa dal përpara. Me pas dal përpara, me neve ata çka kishin ndikuar. E kështu që të ndëruar vëllezër, duhet me pas kujdes edhe në këto forma të reja të shoqërisë, të shokëve. Ose ndikojmë te ta, ose largohemi prej shokëve të këqij. Edhe mos më shtroj shejtani me thonë vëllai kam çatu po ja lëshoj në fjalën e herë në fjalë hadithi. Ti lëshon një hadith mëna 3-4 muaj, po ai mëna 3-4 muaj ti lëshon 3-4 helme. E çaj hadith sa merr ai prej tina nuk mundet ndoshta as në helmin e një herës që e ka lëshuar më. Kështu të me pas kujdes. Mos ta mashtroj shejtani. Hajde se gati është me nisën fal. Ai në shkrim sot jemi bë kret meçum. Edhe kret jemi bë të përmbajtur. Kur shkruan e kur posa mirë. Hinë privat fal me ta është pastaj. Kur fol privat pastaj është. E kështu që duhet me pas kujdes ndaj këtyre formave të reja të shoqërisë, sepse edhe ata na marrin para vetes, edhe sot shumë dukuri negative zakonisht, po përhapen prej shoqërisë së rrjeteve sociale. Ka edhe dukuri ose vepra të mira që përhapen. Për shembull, filan hoxha, ose filan haxhia, ose filan xhamatliu, kish shpërndon ndihmë të nxon. Ose e kish bën një punë të hajrit të çka mirë, e merr këto. Ose e kish thonë një thonje të mirë, ose e kish dhënë një përgjigje të mirë ndaj atyre që akuzojnë fenë kështu më radh. Mirë, mund të marr këtë. Mirë, po me pas kujdes kur mundet mu infiltru dikush jo i mirë, jo shok i mirë, edhe pse na për postime, na për shkrime mundet më ka një përmbajtër, mirë, po në anën tjetër mund diku prej ti pa e vrejt, pa e po hiq, edhe në ditën e gjykimit, pastaj me thonë, që kjo është që më ka mashtrua? Që kjo është që më ka mashtrua? Edhe më pas ka hupa herejtin, kur se këm po? Asë se këm njoft, asë për e ardhën, asë familjes, shumë mashtraj mërë kjo kështë? Qysh u bona une me men në krye, shengova këtë? Qysh u ndikova prej tina? E kështu që mesazhi i krejtësoj që tha të ndërruar vëllezër, pse ka shumë që ka thuhet, mirë po, mesazhi i krejtësoj është se me pas kujdes kanë po e shoqërojmë, kanë po e bojmë shok, kanë po e shtim në jetën tonë, kanë po e fusim në zemrën tonë, kanë po e fusim në karakterin tonë, moralin tonë, sjelljen tonë, fjalët e tonë, kanë po e fusim. Kemi me fut dikan, s'ka, pa tjetër se njeriu është i prim për me emitu. E kanë po e marrën, kanë po e bojmë
pjesë të jetës tonë. A kemi me morë dikan që për shkak të afërsisë që kemi pas me ta, kemi me hinë në hijen e Allahut në ditën e gjykimit, ose ka me na lyp neve nëse nuk jemi në xhenet, ka me na lyp, apo kemi me marrë dikonin që kemi me thonë ja lejtani lam attakhidh fulanan khalila, oh mirë unë mos ta kisha pas filanin shok, as mos të kisha ni për to. Ose edhe ajeti tjetër, el akhillau ba'duhum li ba'din adu. Armiq do të jenë shumë prej shokëve që kanë qenë shokë të ngushtë në dynjë, pas të devotshmit. Po ata që kanë pas frikë Allahut, do kanë qenë devotshëm, edhe të përulën ndaj Allahut lartësuar, po këta i ndihmojnë njëri tjetrit për shkak të devotshmërisë, sepse devotshmëria edhe takvalloku është ai i cili ka bërë shok këtë rast. E kështu që shoqëria, shoku kur e merr shokun janë dy sebepe. Ja është për Allah, ja është për dynja. E kjo për dynja tani mund të më konë kategori të ndryshme, mirë po, ja për Allah, ja për dynja. A mund të më konë edhe për Allah dhe për dynja? E përzime? Allah e du filoni mirë, vëllo musliman, falet po, edhe e ka qëta mirë. E pse atë vëllo në tjetër që po falet, sa kjo bile dhe ma i regull se kjo është gjami, s'po e dënë sa këta? Po këto e du për hirë të Allahut. E pse dhe ato s'po e dënë për hirë të Allahut që kaq? Për arsye se këtë interesin e dënjas që e ka të kjo i pari se ka të i dyti. E të mos e lajmë që punët e dënjas, pazaret e dënjas, muhabetet e dënjas që s'kanë kur farvlere, tek Allah i lartësuar edhe në ditën edhe në botën tjetër, të mos e lajmë ato që më na i prish të mirat e botës tjetër. Allah na i mundsoft me jetu me shoqëri të mirë. Shoqëri e cila na ndihmon dhe i ndihmojmë në mbarësi, punë të mira dhe në devotshmëri. Lusim Allahun e lartësuar që të gjithë ata të cilët mundin me na bodom, na i largoj për rrethit, për shoqërisë, për familjes. Dhe të na shoqërojnë këtë botë me njerëz të mirë, na ringjall me njerëz të mirë dhe të na afros në xhenet me njerëz të mirë, në krye me njeriu më të mirë, të njerëzve më të mirë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.